Analisti Indrit Vokshi ka folur në lidhje me protestat e fundjavës në Serbi, ndërsa tregojnë ndikimin e diasporës serbe, veçanërisht të një grupi personash të pasur me bazë në vijim të Austrisë. Ai ka thënë se serbët e pasur që jetojnë në diasporë janë kundër Vučić dhe po ndikojnë me influencën e tyre ekonomike që në Serbi të kenë ndryshime politike. Diaspora serbe, njerëzit e pasur të Serbisë, rrinë përgjithsisht në vijim të Austrisë dhe duke qëndruar në Vjenë, duke pasur lidhjet e tyre ekonomike me biznesin dhe bankat evropiane, janë pjesë e sferës së influencës ekonomike dhe politike të botës perëndimore. Sigurisht ka gjasa të kërkojnë që nëpërmjet fuqisë dhe rrjetit të tyre të ndikojnë ndryshimet politike në Serbi. Serbia gjendet fizikisht brenda Europës dhe e rrethuar me vendet e NATO-s, pavarësisht se mund të gjendet mendërisht dhe shpirtërisht në ato që quhet bota slave, ose kërkon atë të ashtu quajtur nëna Rusi. Por e ka të pamundur tani që të ketë një bashkëpunim, pasi nuk kemi në kushtet e një lufte europiane. Serbia gjithmonë ka shfrytëzuar luftën europiane për t'u zgjeruar në kufi dhe për të arritur aspiratat e veta imperialiste në Ballkan, ka thënë analisti Vokshi. Kujtojmë se të shtunën në mbrëmje policia serbe është përplasur me protestuesit antiqeveritar, që kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe përfundimin e sundimit 12 vjeçar të presidentit Vučić. Godinat qeveritare u rrethuan me policë, ndërsa turma mbështetësish pro Vučić ishin mbledhur paralelisht.